Mos e bëj kurrë në mëngjes këtë veprim, sidomos nëse jeni mbi 50 vjeç. Ndaloni një sekond. Nëse jeni mbi 50 vjeç, ka një veprim që shumë njerëz e bëjnë çdo mëngjes pa u menduar 2 herë, por mjekët paralajmërojnë se mund të dëmtojë shëndetin tuaj. E bëni sapo zgjoheni, apo para se trupi të jetë plotësisht i zgjuar. Gabimi duket i vogël, por pas moshës 50 vjeçare, trupi reagon dhe pasojat grumbullohen çdo ditë. Qëndroni deri në fund të kësaj video sepse do të zbulojmë pse nuk duhet ta bëni kurrë këtë veprim në mëngjes dhe çfarë duhet të bësh në vend që të mbroni shëndetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjërat që të moshuarit nuk duhet i bëjnë në mëngjes janë të shumta. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim disa nga gjërat që nuk duhet i bëni në mëngjes, sidomos pas moshës 50 vjeçare. Të çoheni menjëherë nga shtrati. Pas moshës 50 vjeçare, ky mund të jetë një gabim vërtet i rënd, i cili mund t'ju krijojë gjithashtu edhe probleme, të cilat mund t'ju kushtojnë shumë. Me kalimin e moshës, trupat kanë nevojë për shumë kohë për të përshtatur me ndryshimet e pozicionit. Kur ngriheni menjëherë, presioni i gjakut do të bjerë papritur, truri nuk furnizohet mjaftueshëm me oksigjen. Kjo mund të shkaktojë marramendje, turbullime të shikimit, madje edhe rrezik për të rrëzuar. Por çfarë duhet të bëni kur çoheni në mëngjes? Qëndroni pak shtrirë, uluni në shtrat 1 deri në 2 minuta, pastaj ngrihuni ngadalë. Të pini kafe para ujit. Gjatë natës, trupi humbet lëngjet përmes frymëmarrjes dhe djersitjes. Në mëngjes, trupi është i dehidratuar. Nëse pini kafe pa konsumuar diçka tjetër më përpara, atëherë do të rrisni gjithashtu aciditetin e stomakut, do të rrisni stimulimin e zemrës dhe do të rrisni gjithashtu edhe tensionin. Sidomos është e dëmshme për personat me tension, aritmi, gastrit. Në vend të një vakti të madh sapo zgjoheni ose të një kafe të shpejt, konsumoni diçka të mirë përpara se t'i shtoni ato në dietën tuaj. Më pas mund të konsumoni kafe. Ta anashkaloni mëngjesin është një nga gabimet më të mëdha që mund të bëni, sidomos pas moshës 50 vjeçare. Metabolizmi ngadalësohet, rregullimi i sheqerit bëhet më i ndjeshëm. Pa konsumuar mëngjesin e duhur, do të bjerë energjia, do të rritet risku i hipoglicemisë, do të ndikojë keq në përqendrim, sidomos për diabetikët është vërtet e dëmshme. Mëngjesi duhet të jetë i lehtë, me proteina dhe me fibra, dhe jo i rënd. Konsumi i mëngjesit është i këshillueshëm për të gjithë personat, jo vetëm për të moshuarit. Të bëni një lëvizje të fortë sapo zgjoheni është vërtet e gabuar, sidomos pas moshës 50 vjeçare. Në mëngjes, muskujt janë të ftohtë, kyçet janë më të ngurta. Lëvizjet e forta mund të dëmtojnë shpinën, gjithashtu ato mund të shkaktojnë edhe probleme të dhimbjeve të gjunjëve dhe të rrisin riskun e tendosjes. Nëse keni qëndruar për orë të zgjatura shtrirë, duhet si fillim të bëni shtrirje të lehta, të lëvizni ngadalë dhe të bëni ecje të buta. Kjo do të mundësojë një aktivitet më të mirë gjatë ditës dhe pa shkaktuar lodhje dhe dhimbje të trupit. Të pini ilaçe pa konsumuar ushqim është një nga gabimet më të mëdha që mund të bëni, sidomos pas kësaj moshe. Shumë ilaçe mund të irritojnë mukozën e stomakut, të dëmtojnë tretjen. Marrja gabim mund të çojë në djegje stomaku, të përzira dhe dhimbje. Pas moshës 50 vjeçare, stomaku është më i ndjeshëm. Ndaj, nëse merrni medikamente të caktuara, i merrni ato sipas këshillës së mjekut, në orarin dhe në mënyrën e duhur, gjithmonë nëse ju sugjerohet edhe t'i merrni pas ushqimit. Të pini duhan menjëherë pas zgjimit është një gabim i vërtet i rënd që mund të ketë pasojë. Duhani në mëngjes rrit të ndjeshëm presionin, ngushton enët e gjakut dhe rrit riskun e infarktit, citon Healthline. Pas moshës 50 vjeçare, ky efekt është shumë më i fortë. Ideale është që të shmanget duhani ose të shtyhet sa më shumë nëse jeni konsumator të rregullt. Të pini ujë shumë të ftohtë menjëherë në mëngjes mund të jetë një hap i gabuar që mund t'ju kushtojë shumë për shëndetin.
Uji shumë i ftohtë shkakton spazma të stomakut, ngadalëson tretjen, mund të shkaktojë dhimbje, sidomos për personat me probleme gastrike, me tension ose dhimbje të barkut. Zgjedhja më e mirë në këtë rast është uji i vakët ose në temperaturën e ambientit, kështu do ta keni më të lehtë që të hidratoheni si duhet. Të qëndroni shumë gjatë ulur dhe pa lëvizur është një gabim i radhës. Pas zgjimit, qarkullimi është më i ngadaltë. Qëndrimi i ulur ngadalëson qarkullimin, rrit rrezikun e mpiksjes dhe shton ngurtësimin e kyçeve, citon eksperti. Duhet të bëni një ecje 5 deri në 10 minuta, lëvizje të lehta në shtëpi të cilat mund të aktivizojnë më mirë muskujt dhe trupin tuaj. Të hani ushqime shumë të rënda në mëngjes mund të shkaktojë një sër komplikacionesh. Ushqimet e yndyrshme ngarkojnë zemrën, lodhin mëlçin, rrisin kolesterolin. Mëngjesi i rënd ul energjinë dhe shkakton përgjumje. Mëngjesi i shëndetshëm duke përfshirë kos, vezë të zjera, fruta dhe bukë integrale mund të jetë një zgjidhje shumë më e mirë për shëndetin tuaj. Të nisni ditën me stres ose me lajme negative është gabim i radhës. Truri në mëngjes është shumë i ndjeshëm. Stresi, nëse kaplon trupin që në mëngjes, do të rrisë kortizoli, do të ndikojë te tensioni, do të dëmtojë shëndetin mendor, sidomos për zemrën dhe sistemin nervor. Zgjidhja, qetësi, frymëmarrje e thellë dhe mendime pozitive. Nëse dita doni t'ju shkojë më mirë, atëherë përpiquni të jeni të qetë pas çdo lajmi që mund të merrni, bëni frymëmarrje të thella nëse ju ka kapur stresi dhe mendoni pozitivisht. Është një nga mënyrat më të mira për të nisur ditën plot energji të mirë. Të injoroni sinjalet e trupit është gabimi i radhës. Dhimbja nuk është gjithmonë me moshë. Injorimi përkeçon problemin, vonon trajtimin. Çdo sinjal që trupi juaj duhet të jap, duhet të merret në konsiderat dhe të dëgjohet. Duhet të kontrolloheni tek mjeku nëse ajo përsëritet. Është shumë e rëndësishme, sidomos pas kësaj moshe, ku fillon edhe të ndryshojnë shumë probleme të trupit. Të mos pini ujë mjaftueshëm në oraret e para. Dehidratimi të moshuarit ndikon tek veshkat, arrit lodhjen, arrit tensionin. Shumë e zakonshme pas moshës 50 vjeçare. Duhet që të pini 2 deri në 3 gota ujë në orët e para, sidomos uji në temperaturë ambienti është një zgjidhje shumë e mirë, dhe pak e nga pak gjatë ditës të arrini rreth 2 litra ujë të marra çdo ditë. Duke konsumuar lëngje të duhura, trupi do të jetë më hidratuar dhe nuk do të vuani nga shqetësimet të cilat lidhen edhe me problemet e hidratimit. Pas moshës 50 vjeçare, mëngjesi nuk është thjesht fillimi i ditës, është themeli i shëndetit. Ndryshoni mëngjesin dhe do të ndryshoni jetën tuaj. Pas moshës 50 vjeçare, mëngjesi duhet të stabilizojë sheqerin në gjak, të mbrojë zemrën, të ndihmojë tretjen dhe të japë energji pa e lodhur shumë trupin. Sipas Healthline, në mëngjes duhet të shtoni proteina të lehta për të ndihmuar në ruajtjen e muskujve, ndjesinë e ngopjes dhe stabilizimin e energjisë. Zgjidhjet më të mira janë 1 deri në 2 vezë të zjera, kos natyral ose kefir, djathi i bardhë pas asit të tepërta të kripës rreth 40 gram, ara ose dhe pak bajame pas mëngjesit. Fibrat për tretjen dhe për zorën në mëngjes pas moshës 50 vjeçare ndihmojnë në tretjen e ngadalë, kapslëku që do të bëhet edhe më i dobët. Ushqimet me fibra që mund të shtoni në mëngjes janë buka integrale, tërshëra, molla, dardha, fara chia dhe faret e lirit. Frutat pas mëngjesit janë gjithashtu mjaft të këshillueshme, por duhet i konsumoni me mas. Frutat më të rekomanduara janë mollët, portokalli, manaferat, luleshtrydhet. Evitoni lëngjet e procesuara të frutave dhe frutat shumë të ëmbla dhe në sasi të madhe. Pas mëngjesit mund të shtoni edhe yndyrna të shëndetshme të cilat mbrojnë zemrën dhe ushqejnë trurin. Mund të shtoni një lugje dhe vaj ulliri, pak avokado, ara ose lajthi. Karbohidratet të ngadalta jo të bardha mund të jenë një zgjidhje e mirë, por duhet të shmangni bukën e bardhë, petulla dhe ushqimet e përpunuara. Një gotë ujë i vakët ndihmon me tretjen dhe zgjeron gjithashtu edhe metabolizmin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.